është muaj i kryengritjes ndaj mëkatit. Është kryengritje kundër mëkatit, sepse na e dim se si njerëz që jemi, pejgamberi sa na ka njoftuar dhe ka thënë se kullu ibn Adem khata wa khairul khata'in tawabun. Çdo bir i Ademit është ai që bën pra mëkate, bën lëshime, gabime. Më të sinqertit prej tyre janë ata të cilët pendohen. Pra, pas tjerave muaji Ramazan pra është edhe muaji i pendimit, edhe është muaji në të cilin besimtarët, të cilët po ashtu pra binë në mëkate, binë në lëshime e gabime, janë ata të cilët shpresoj se vërtet Ramazani i bën që ata në maksimum me shkue duke e zvoglu pra intensitetin e mëkatit. Është një kryengritje prapë përsëris, pra kundër mëkatit që vërtet tu e pas parasysh se çështja e ushqimit, aspekti i epshit, aspekti i jetës, domethënë familjare, bashkëtorë, kështu me radhë. Gjëra këto të cilat janë të lejuara në çfarëdo kohë, në kohrat tjera jashtë Ramazanit. Në Ramazan, siç e dim, i kemi pak të kufizuar këto. Jo se i kemi krejt të ndaluar, por i kemi të kufizuar edhe prandaj gjatë kohës prej pra agimit e deri në perëndim të diellit, siç e dim, këto i kemi të ndaluara. Abstenojmë pra nga to, por gjithë e dim se agjerimi thjesht pra Ramazani nuk është thjesht vetëm abstenim nga ngrënia dhe pirja, por është abstenim edhe nga me një fjalë agjerojmë edhe nga të folurit dallashme, e quajt ashtu, të folurit bosh. Agjerojmë domthonjë nga aspekti i thashethemeve, agjerojmë nga aspekti i gibetit, i marrjes për goje, gjëra këto të cilat padyshim se të gjitha kërkohen që t'i bëjmë edhe jashtë Ramazanit. Këto këto janë ato të cilat në fakt pra ne duhet me agjeru gjatë tërë vitit në gjitha këto. Në Ramazan vetëm se duhet t'ia shtojmë edhe pra abstenimi edhe nga ngrënia edhe pirja. Por nëse të gjitha këto mendoj se mirë pak më të veçantë edhe pak më të lehtë kisha më thonë i manifestojnë në Ramazan, sepse ai aspekti dohet i presionit që e ka pra lukthi ynë, po bashkë me të edhe nefsi ynë nga aspekti i ushqimit e i konsumimit të tij, e sidomos kur kemi bënë me teprimin e tij, e që teprimi i tij siç edhe është shpreh një mjek, 9/10 e ushqimit që ne i konsumojmë dohet për hir të mjekëve edhe duke ju gjinë atyre, por në fakt vetëm 1/10 e ushqimit që sot e konsumojnë njerëzit, kishte më mjaftu për shëndetin e tyre. Pra, 9/10 që i konsumojnë për hir të mjekëve, duke i vizituar në për ambulantat e tyre, në për ordinancat e tyre, për fat të keq. Prandaj, agjerimi na ushtron pra, edhe në këtë aspekt që të abstenojmë nga ngrënia e pirja edhe nga jeta bashkëtorë gjatë kohës pra sa agjerojmë, por në tjetër kohë pra edhe nga gjitha këto domthon dobësie, nga këto domthon gjëra të cilat në fakt nuk janë të lehta kur domthon e dim se sa janë të rënda edhe këto mëkate që kanë bën me aspektin e thashëtorëve, bisedave të kohëtëse, për atë edhe jo rastisht edhe pejgamberi sa më ka thonë man lam yada qawla zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Ai që nuk i lën fjalë të boshe edhe të vepruarit sipas tyre, le ta dinë se Allahu xhaleshanu nuk ka nevojë që ai ta ngrënë me një fjalë ngrënien edhe pirin e tij.